Nëse urina juaj ka këtë ngjyrë, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Për shkak të mungesës së ujit në organizëm dhe për shkak të çrregullimeve të punës së veshkave, veshkat krijojnë toksina, të cilat pjesërisht nxirren jashtë nëpërmjet urinës. Ky është vetëm njëri ndër shkaqet pse duhet t'i kushtoni më shumë kujdes ngjyrës suaj të urinës. Urina që ka një ngjyrë të errët gjithmonë është një shenjë që me shëndetin tuaj diçka nuk është në rregull. Urina është një tregues si ndonjë problemi, kështu që kontrollojeni atë her pas here. Shumë njerëz i injorojnë këto shenja të dukshme dhe rrezikojnë të zhvillojnë edhe sëmundje të rënda, citon Healthline. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por çfarë tregon ngjyra e urinës për shëndetin tonë? Ngjyra e verdhë mbyllur. Ndërkohë që ngjyra e verdhë e çelët e urinës është normale, ngjyra e mbyllur e verdhë tregon se personi vuan nga dehidratimi pasi që përqendrimi i kripës është më i lartë se normalja. Më pak ujë do të thotë një nuancë më e mbyllur e të verdhës së urinës, kështu që pini ujë sa më shumë kur shfaqet ky problem. Ngjyra e kuqe. Kjo ngjyrë varion nga nuanca roz në të kuqet e errët. Testi mund të specifikojë nëse urina përmban gjak ose gjak të mpiksur, si hemogloburina. Ai mund të ndodhë për shkak të ndonjë infeksioni të fshikëzës, traktit urinar ose uretrës. Gjithashtu, probleme të prostatës tek meshkujt ose fshikëza të të dyja gjinit, ose edhe ushtrime të rënda mund të rezultojnë që urina juaj të ketë një ngjyrë më të kuqe. Ngjyra e urinës, kafe në të zezë. Kjo është gjithashtu një ngjyrë e cila mund të variojë nga kafja në të zezë. Ajo mund të jetë një nuancë e errët edhe e kuqes. Por kjo ngjyrë shfaqet për shkak të funksioneve jo të rregullta të mëlçisë dhe të sëmundjes së hepatiti, bllokimi i kanalit të bilës, probleme të cirozës, sepse bilirubina shfaqet në urinë. Gjithashtu çrregullime të rënda si anemia, hemolitike ose edhe probleme të tjera mund të shkaktojnë që urina të ketë një ngjyrë kafe në të zezë. Urina me një ngjyrë portokalli. Shumë ilaçe mund të shkaktojnë që urina të ketë një ngjyrë portokalli. Gjithashtu, konsumi i tepërt i agrumeve ose karrotave mund të jetë një arsye pse urina juaj mund të jetë në këtë ngjyrë. Ngjyra e urinës mund të jetë një tregues i shumë problemeve shëndetësore, dhe nëse nuk trajtohet dhe adresohet si duhet tek mjeku, mund të ndikojë edhe në krijimin e shumë komplikacioneve të tjera. Nëse kur urinoni vëreni një ngjyrë të kuqe në tualet, atëherë ndoshta është më mirë të thërrisni doktorin. Urina me një ngjyrë të kuqe mund të jetë shenjë se keni gjak në urinë ose keni infeksione të traktit urinar, probleme me prostatën, sëmundje të veshkave dhe sëmundje të tjera. Vlen të ceket se nëse së fundmi keni ngrënë boronica ose panxar, atëherë ngjyra e kuqe e urinës mund të jetë krejtësisht normale. Ekspertët shëndetësorë bëjnë të ditur se ngjyra e urinës na tregon shumë inflamacione për shëndetin tonë. Na tregon mes të tjerash edhe nëse jeni të hidratuar ose jo. Në këtë video do të detajojmë informacione se çfarë ndodh me shëndetin tuaj nëse ngjyra e urinës mund të ndryshojë nga forma të ndryshme dhe ngjyra të ndryshme sipas Healthline. Nëse ajo është transparente, jeni shumë të hidratuar. E verdhë zbehtë, jeni të shëndetshëm dhe mirë të hidratuar. E verdhë transparente, kjo ngjyrë është normale. E verdhë mbyllur, jeni në rregull ka shëndetit, por së shpejti do të duhet të konsumoni më shumë ujë. Urina me një ngjyrë mjalti, janë të dehidratuar dhe pini më shumë ujë. Urina me një ngjyrë të kafe, shenjë potenciale ndonjë sëmundje të mëlçisë ose dehidratimi të madh. Pini ujë dhe kontaktoni me mjekun nëse urina mbetet në këtë ngjyrë edhe pasi merrni lëngje të duhura. Ngjyra portokalli, dehidratim ose probleme me mëlçin, kontaktoni doktorin tuaj. E kaltër ose e gjelbër, me shumë gjasa e shkaktuar nga ngjyra e ushqimit, mund të jetë edhe efekti ndonjë ilaçi ose shenjë ndonjë infeksioni bakterial ose sëmundje të rrallë gjenetike. E kuqe ose roz. Kjo shfaqet nëse së fundmi keni ngrënë boronica ose panxar.
Nëse nuk keni ngrënë, kontaktojeni menjëherë doktorin sepse mund të jetë shenjë ndonjë infeksioni ose ndonjë problemi me prostatën e të tjera. Urina me shkum mund të jetë shenjë problemeve të veshkave ose proteinës së tepërt. Kontaktoni doktorin nëse shfaqen këto çrregullime. Ngjyra të tjera mund të shkaktohen nga ushqimet, medikamentet ose ilaçet të ndryshme. Nëse vëreni ndonjë gjë të pazakontë në urinën tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë mjekun tuaj për të evituar kështu edhe problemet e mundshme që mund të shfaqen. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë që duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thotë se duhet të ngrihet në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet në 2/3 të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, simptomave të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës, madje edhe disa komplikacione të rënda. Ajo gjithashtu mund të shkaktohet nga probleme me shëndetin mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori urologjist Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shëndetin e nokturisë, për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vërtet pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë shkakton atë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë nata i ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënia dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë." Profesor Kerebryk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format e funksioneve mendore, duke bërë shumë më të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjërat dhe të merrni aftësi dhe fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një prej tyre. Nokturia mund të shkaktohet edhe nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptom e kushteve më serioze. Urinimi i tepërt, i quajtur poliuria, është një shkaktar i cili mund të shkarkojë më shumë se 2,5 litra urinë në ditë. Kjo mund të ndodhë edhe sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze. Diabeti tipi 2 gjithashtu mund të jetë një shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gurve në veshka, dështime të veshkave dhe prostata zgjeruar tek meshkujt e të tjera. Një person që ka diabet të tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë që rezulton në nevojën e tepërt për të urinuar më shumë. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë mënyrën e funksionit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitja e natës, dobësia e këmbëve ose ethel, ju duhet të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt aq më mirë, pasi në të kundërt gjendja mund të agravojë dhe gjithashtu të shkaktojë një sër ndikimesh negative për shëndetin tuaj. Nëse keni probleme me urinimin gjatë natës, provoni këshillat e urologut për të bërë një gjumë më të mirë. Urinimi gjatë natës është një fenomen normal për shumicën e personave, sidomos me kalimin e viteve, por është frustrues dhe mund të jetë shkaku i shumë komplikacioneve me kalimin e moshës. Dr. Edward Sheffer nga Universiteti Northwestern Chicago ka thënë se ky shqetësim gjatë natës shkaktohet nga zmallimi i zakonshëm i prostatës tek meshkujt, që ushtron presion mbi fshikëzën urinare. Për të ndaluar këtë problem gjatë natës, mos pini shumë lëngje përpara se të shkoni për të fjetur. Gjithashtu evitoni edhe alkoolin përpara se të shkoni për të fjetur. Mbathni çorape të larta deri në gjuhë dhe gjithashtu meshkujt me kalimin e kohës kanë probleme me fshikëzën urinare dhe kontrolloni sa më shpesh shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.